Problemet e vazhdueshme me furnizimin me energji elektrike në fshatin Barbulloj të Lezhës kanë marrë vëmendjen e OSHE-s. Agjencia Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka nisur ndërhyrjen për ndërtimin e linjave të reja, pasi rrjeti ekzistues kishte degraduar për shkak të mungesës së investimeve prej dekadash. Drejtori i agjencisë OSHE-s në Lezhë, Emiliano Berati, thotë se me këto ndërhyrje që po realizohen pas kërkesave të banorëve, nuk do të ketë më probleme në furnizimin me energji elektrike në këtë zonë. Pas ankesës që na kanë përcjell banorët, kemi dalë në terren, kemi bërë verifikimet e duhura, rrjeti është i amortizuar, kemi marrë masa, sa po vendosin shtyllat, do të vendoset, do të bëhet linja komplet me kabel, do të eliminohet linja vjetër, dhe s'do të kenë më probleme për furnizimin me energji elektrike. Besoj që këto investime do të vazhdojnë dhe në zona tjera. Besoj që me këtë investim një numër i konsiderueshëm banorësh furnizohen me energji të rregullt. Banorët thonë se ndërprerjet dhe luhatjet e vazhdueshme të energjisë elektrike ishin kthyer në shqetësim dhe rrezik për jetën e tyre, pasi shpeshherë nga tensioni i lartë kanë pasur dëme në banesa. Edhe këtu këtë probleme ka qenë puna e dritave, veni private. Pa dritë po thush edhe kohën e mirë, pa drita. Tash brava u qoftë, u lumë. Kjo është një punë shumë e madhe. As nuk ka humje rrjedhi, as nuk ka vjedhje ma. Besoj që duhet kemi energji të plot. Ta në shtash janë ble me televizor që kam mrenë. Jo tash të 2-3 ditë kanë ardhur dritat. Një bukë nuk pishet fare, me xe dushin duhet menën 8 orë se nuk xe fare. Hum energjia nuk xe. Ardhjen e kabllave besoj që duhet kemi tamam. Drita energjia tensioni ul, se ka qenë me shtylla hekrit, linjët jashtë kushtet teknike, pa ziglator se mbarojnë, edhe shtash do bëj punë shumë e mirë për këtë popull, nim popullit. Bi 20 vjet. Shumë mungesë energjie gjithë me sa dush. Janë gjek gjitha pajisje, gjek gjë. Është se u boshin faz edhe bite linja rrjeti me tokë. Ma mirë. Rrjeti mirë, shumë ma mirë me shtylla droni dhe çdo gjë me kushtet teknike. Në fshatin Barbulloj po vendosen shtylla të reja bashkë me përcjellës elektrik kablor, ndërsa përfitues nga kjo ndërhyrje janë një numër i konsiderueshëm abonentësh.